Qa mesazhi do jepi? Kem frikë Zotin. Shkurt e sakt. Mendjemasia ka shemuj popuj, jo më njerëz, sportista, grupacionet mëdhej të vegjël. Njerëzit ka ardhur ora të kenë frikë Zotin. Kush ka frikë Zotin është njeriu më i ditur. Do ta mbyll bisedën këtë që më the ti, ashtu siç mbyllet dhjata e vjetër. Më i dashur te Zoti është ai që ka më shumë frikë Zotin. Më i ditur te Zoti është ai që ka frikë Zotin. Zoti shumë domino. Pse ç'të keq që ka domino? Si pjek dielli. Njeriu derisa të ketë këmbë dorë do të punojë, do të luftoj për punën. Pavarësisht se ku punon edhe se çfarë punë bën. Rëndësi ka që t'jesh aktiv. Leri kafet e dominot. Nuk gjera si gjë. Ka shkua dëm. Se njeri du të shvizë kohë deri ditën që vdes. Desa të ketë këmbë dorë. Mesazhi im është jo vetëm për rinin, po për gjitha moshat në fakt, që të përqendrohemi pak tek gjëja e bukur, e bukur e Shqipërisë, gjëja e bukur e njerëzve, le ta gjejmë bukurinë tek njëri tjetri, sepse kemi shumë për të parë, përtej asaj sipërfaqes që shohin syt, kemi shumë për të parë përtej saj, si tek njëri tjetri, si tek vendet tona, si te deti, si te qielli. Çdo kënd ka shumë bukuri, mjafton që ti të përqendrosh dhe ta shikosh aty, dhe nuk kemi nevojë që gjithmonë të mendojmë se është dikush që duhet i kryej detyrat tona, të gjithë jemi qytetar të vendi dhe duhet jemi qytetar aktiv të këtij vendi. Nuk kemi pse ne të mendojmë që dikush do na pastroj rrugën, dikush do na pastroj lagjen, dikush do kujdeset që komuniteti ynë përreth të ketë një pozitivitet, ndërkohë që ne themi fjalën e fundit të parën. Nuk kemi dikushi jemi ne. Pikërisht jemi dikushi. Ne jemi dikushi për dikë. Po. Kjo është ajo më e rëndësishmja. Nuk kemi nevojë të mendojmë që kur plas një skandal korrupsioni, dikush tjetër do shkojë tek protesta. Gjithmonë flas tek protesta qytetare, jo për ato politike. Kështu që gjithmonë mendoj ta kthejmë pak gishtin nga vetja dhe po të mendojmë se sa fuqi kemi, se me të vërtet kemi shumë fuqi. Dhe ne nuk jemi thjesht qenie që po kalojmë në mënyrë pasive këtë jetë, kemi shumë fuqi dhe mund ta kthejmë veten në qytetar aktiv dhe mund të ndryshojmë shumë gjëra në këtë vend. Për mirë gjithmonë, po unë mendoj që gjëja kryesore është ta shohim njëri tek njëri tjetrin, se më duket ndonjëherë sikur e shikojmë atë të fqinjin si armik, çunin e hallës, si konkurrencë, si konkurrencë. Kemi gjithë një mision që të bëjmë një jetë sa më të paq, sa më të lumtur, edhe pse jo, le të japim një kontribut tek jetët e njëri tjetrit. Mos fumi, mesazh tjetër, mos fumi më te njerëzlikun tonë që na karakterizon shqiptarët, sepse shqiptarët ne jemi persona me zemër. Ne me vërtet mos e humbim atë shpirtin, atë traditën që na ka karakterizuar gjithandej. Okej, mos e humbim fare. Mirë ta forcojmë sa më shumë me nga gjëra natyrale. Unë kam një mesazh për gjithë të rinjt, për gjithë artistat, por ndoshta edhe ato që janë pjesë e artit, ato që janë, domethënë, akoma që kanë filluar tamam profesionalisht jetën, që të kërkojnë shumë nga vetja, të punojnë sa më shumë, të mos ndikohen nga asnjë koment, nga zhurmuesi që kena të veshët dhe të vazhdojnë vetëm përpara. Ti shprehin talentet e tyre, ti shprehin pasionet e tyre dhe mos të rinë të ndrojtur, sepse nëse ne nuk i lejmë ato ëndrat tona nxirtar, iku mbaroj. O myll kapitulli. Sepse jeta është luftë, do të luftosh për më të mirën. Asgjë nuk të vjen po luftove, asgjë nuk të vjen po nuk punove. Se nga qielli zbjegj vetëm shi i bie. Po. Shi edhe këto metalet e rënda që po hedhin tani me këto avione. Një gjë pozitive mund të jetë, unë të thoya gjithmonë ndiqni atë që ju do zemra, kini besim në Zot, jam gjithmonë pra i të besuarit që çdo gjë ka një hapësirë të vetën, ka një kod vetën, dhe vjen gjithmonë në momentin e duhur, jo kur ju duhet njerëzve, por kur i nevojitet vetë individit. Gjithmonë zgjidhen gjërat. Do të jemi mirënjohës,
edhe t'i japim dorën njëri tjetrit jo për t'i marrë krahun, po për t'i dhënë dorën edhe për të ecur krah. Kjo do t'ishte base shumë idealiste, por nëse zbatohet në fusha të ndryshme të jetës, gjithmonë do të ketë pra do të thoja një skenar ku njerëzit do të ishin si ato filmat që përfundojnë me fushën e bukur me lule, edhe jo si njerëzit që zihen me njëri tjetrin. Pra jo drama, po do të ishte diçka happy end. Një fund i lumtur, shpresojmë. Gjëja normalisht jeni pozitiv në jetën e përditshme, të doni atë që ju doni të zhvilloni, qoftë punën, qoftë hobin, qoftë edhe njerëzit që keni rreth tuaj. T'i doni masivisht, t'i ndihmoni edhe njerëz në nevojë në mënyrë të përgjithshme, po edhe shoqërore, pra shoqërore të tjera, le të themi njerëz që edhe mund të mos i njihni. Unë mendoj që ja vlen që edhe të investoni edhe kohën tuaj, se mund të gjeni vetveten në një pjesë që mund të jeni të vështirë dhe ai personi mund edhe t'ju ndihmojë të nesërmen, por kjo gjë nuk bëhet për arsye abuzimi. Më fal që thash këtë fjalë, abuzimi është në kuptimin që pra ti të përfitosh nga ajo ndihmë. Po e bëj se do më kthehet karma. Po ta bësh me qëllimin e mirë për ti. Ta bësh me qëllimin e mirë dhe ta bësh me drejtësi. Okej, atëherë unë mendoj që kjo shoqëri ose nëse do ketë mirësi dikush që të ma vej veshin, mendoj që kjo shoqëri do ecë hapa më të sigurt, sikur ne të kishim një çik më shumë dashuri për njëri tjetrin. E kupton? Pra, sikur të mos ekzistonin për një moment të caktuar këto ndasit patronazhist i PS-s, patronazhist i PD-s, i djathtë, i majt, i qendrës, ku dëgjon zogist, musliman, katolik, ortodoks, fundamentalist, i krishtera, ku diun se çfarë, por të mendosh që je shqiptar. Jemi njerëz, jemi në të njëjtin realitet, ndajmë të njëjtën jetë, ndajmë të njëjtat vlera, plus minus, kemi familje të gjithë, do ndërtojmë familje të gjithë, shpresojmë të gjithë në një jetë më të mirë dhe në një tenor jetese më të lartë, atëherë pse jo? Jepja dorën edhe atij që është në nevojë, jepja dorën edhe atij që është më lart se sa ty, por asnjëherë mos e përjashto në absolut atë dashurinë, domethënë atë dashurinë pikëspari, dashurinë ka njëri tjetrit për s'dyti dhe të gjitha ato normat humane që të bëjnë ty të kesh fytyrë njeriu, dhe jo të kesh atë fytyrën e kafshës edhe bishtin e kafshës, por të jep vetëm fytyrën e njeriu. Kjo është dashuria që ti ke, jo e shtirur. Mundohu që tek njerëzit të shikosh edhe atë anën pozitive. Empatia është çelësi. Futu ke kpuca tjetër, thotë ai profesori. Futu një herë. Shikoj se si e shikon ai realitetin. Një herë. Si është halli i këtij njeriu që është patronazhist? Mos e përjashto dhe atë, ai mund të jetë një i penduar. Mos e përjashto dhe këtë sepse edhe ai mund të jetë i zhgënjur nga PD-ja. Kemi plot raste në historinë e vendit tonë që plot njerëz i kanë shërbyer turkut deri në një moshë dhe janë kthyer. Përfshi këtu edhe heroin tonë kombëtar. Dhe ka marrë flamurin që ne sot e mbajmë për flamur kombëtar. Kemi rastin e personit i cili ka shpallur pavarësinë e vendit tonë, i cili ka qenë funksionar. Dhe tani ai është babai i kombit shqiptar. Pra, me një çik më shumë dashuri për njëri tjetrin, do shikojmë mrekullira. S'ka pse të ndahen lagjet me gardhe, me ndërtime të larta, me pak dashuri edhe për atë diellin që do futet ke dritarja e komshiut. Mos e ngrej atë murin, leje. Mos e ngushto kaq shumë të rrugën sa ta hash trotuarin. Le të ecin edhe ato mamat me karroca. Sepse do ikë edhe në punë në gjonat e vete. Është më bukur kur njeriu ka një
premis dashamirësie, ka shi tjetrit, një qasje më dashamirëse, unë mendoj që është e shëndetshme. Jo e stisur, jo e teatralizuar, për diçka më qesh. Mungoni qik buzëqeshje. Ka filluar tani atje, në bulevard, jo në shesh, se ka plot njerëz që në shesh. Është bulevard ai. Ka tjetër njerëz si ti që kanë pësuar humbje, se humbja e fëmijës është një ndër humbjet më të mëdha që përjetojnë njerëzit. Si do i këshilloje ti ato që ndodhen në këtë idhërim? Po, desha të them këtë fakt. Është një dramaturg i shquar i lashtë Eskili. Ai ka nënvizuar se në kohë paqe bijtë varrosin etrit. Në kohë lufte etrit varrosin bijtë. Sepse Skënderbejdin unë ka marrë në krah, kur e futën për ta prurë në Tiranë. Do të këshilloja, nëse dëshirojnë ta dëgjojnë këtë këshill, të mos lejojnë të rrëzojë dhimbja, të gjenë forca për të vazhduar, të ndikojnë dhe të bëjnë dhe ata diçka të mirë si që bëri njeriu i tyre. Se nuk mjafton vetëm, po puna është ta besojmë, ta përcjellim, ta kujtojmë dhe ta hyjnizojmë atë që iku për ideale shumë të larta transcendente. Kjo është ideja. Vdekjen se kemi në dorë, është një rregull pa përjashtim se francezët kanë një aksion. Chaque règle il y a une exception. Që çdo rregull e ka një përjashtim. Unë u përgjigjem Monsieur français, il y en a un. Zotëri francez është një. Në Shqipëri i themi, kush lind, do vdes. Po jo vetëm Shqipëri. Edhe një pedagoge e famshme e linjës ideale, Susan Schneider, ka përcaktuar pikërisht këtë që thash më përpara. Çështja është jo sa jeton, po si jeton, kështu e mendoj unë. Dhe si jeton është pikërisht të mos përkulesh, të mos dorëzohesh. Ec përpara për aq kohë sa ke, edhe jep një shembull të mirë. Nuk është pak, është me vlerë. Nëse duan që vërtet të bëjnë diçka, është të mos pranojnë të bëjnë atë që ata se arrin dot. S'bëhesh dot i pasur brenda 5 vjetëve. S'bëhesh dot në karrierë politike i shquar brenda një mandati deputeti. Sado i zgjuar dhe i mirë që të jesh ti. Është proces natyror që duhet mos e përdor fytyrën tënde për të buluar pislliqet e të tjerëve. Kjo do ishte këshilla më e mirë. Mos përdor fytyrën tënde për të mbuluar pislliqet e të tjerëve. Po fiks. Leri t'i pastrojnë vetë ata pislliqet e tyre.